është ta mendoj edhe në perspektivën që ja ka dhe në fundin dhe thjesht po mundohet të ta hedhë ty për një diçka që ti nuk e bëre fare në atë lloj mënyre. Ti që është shumë e vështirë këtu brenda. Prandaj u mundova të ta jepja në atë perspektivën që ata tregojnë ty sa situatat vështira kanë pas. Edhe secila ka vështirësinë e vet. pranaj për herë kam frikë me u përfshi. Sa e njoh veten. Po, ama personi do të ta vlerësonte. Unë këtë lloj gjëje kam thënë dhe vetes time, kur kam pasur atë një lidhje që personi dur do ta vlerësonte. Do t'i jep të njëjtën gjë që po jep ti. Ndoshta thjesht nuk është personi dur. Mos e gjyko veten që ke dhënë çdo lloj gjëje.